Faleminderit zonja Vasili. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtues dhe nënpunës së administratës së bashkisë, zhvilluam sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 29 i pari 2026. Për të vijuar bazuar në ligjin 139/2015 për vetëqeverisjen mendore, neni 53.5, në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi i ditës i përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Po zoti Bajrami? Para 15 ditë ka shkuar një shkres komunitetit rom që banon ambientet e ish një mas qytetës, që tashmë të ikin që andej, dhe nuk kemi një plan të qartë se ku eksaktësisht do të shkojnë këta njerëz. A mundemi që ta vendosim në rendin e ditës dhe do të kërkoja edhe si nder të na qëndronin drejtorët e drejtorive respektive, që të mundemi të diskutojmë diçka tamam subjektive dhe objektive në këtë çështje, më kupton? Po, faleminderit zoti Bajrami. Kjo si pikë në proceduralisht si pikë në rendin e ditës nuk mund ta vendosim në karakterin e projekt vendimit. Por mund ta diskutojmë, të bëni pyetje të përkatëse dhe të merrni përgjigje të përkatëse dhe natyrisht në vimësi, sipas konkluzioneve që do të dalin, ecim edhe më tej për te informacioni që do të jepet nga ekzekutivi për sa i përket kësaj pike. Atëherë, kjo për këtë temë do drejtojmë pyetjet përkatëse dhe do merrni informacion, meqense është një diçka që nuk ka asnjë material apo një projekt vendim sipas parashikimeve ligjore dhe rregullave së Këshillit Bashkiak. Kështu që vijojmë të referojmë rendin e ditës dhe mundemi ta futim si pika numër 8? Patjetër që do trajtohet. Atëherë, rend dite. Pika 1, projekt vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin dhjetor 2025. Pika 2, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin dhjetor 2025. Pika 3, projekt vendim për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar për blok ndihmën, si dhe nga fondet e buxhetit vendor për vitin 2026. Pika 4, projekt vendim për miratimin e listës së përfituesve nga programi i subvencionimit të qeras në tregun e lirë. Pika 5, projekt vendim për miratimin e listës emërore të nxënësve të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike që do të përfitojnë bursat financiare për vitin shkollor 2025-2026. Pika 6, projekt vendim për miratimin e përdorimit dhe planin e shpërndarjes së fondit të grantit të bazuar në performancën e bashkive për vitin 2025. Pika 7, projekt vendim për miratimin e një ndryshimi në fushën e përdorimit të pasurisë 15609 me sipërfaqe 9200 m2 dhe pasurisë 15610 me sipërfaqe 10810 m2, zona kadastrale 8642 Truall në pronësi të Bashkisë Sarandë, duke shtuar fushën e përdorimit për zhvillimin e programeve të arsimit parauniversitar dhe zhvillimin e projektit poli i zhvillimit turistik Sarandë. Pika 8, raport mbi veprimtarinë e Këshillit Bashkiak Sarandë 2025. Dhe pika 9, informacion lidhur me propozimin e bërë nga zoti Bajrami. Sigurtati do ta vendosim në pikën 8. E 8. Pika 8 dhe pika e 9 kalon raporti mbi veprimtarinë e Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Atëherë hedhim në votim rendin e ditës, kush është pro, kundra, abstenim, miratohet rendi i ditës me propozimin e bërë nga zoti Bajrami. Me propozimin e bërë nga zoti Bajrami hodha rendin e ditës. Pra, shtohet si informacion lidhur me situatën e krijuar emergjente. Sekretaria e Këshillit na informoi në lidhje me lishmërinë e vendimeve kalon nga prefektura.
Po, faleminderit zoti kryetar. Atëherë vendimet e miratuara në mbledhjen e muajit dhjetor nga prefekti janë vlerësuar të lishme. Konkretisht, vendimi i Këshillit të Bashkisë Saran numër 152 datë 23/12/2025 për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit prej 49.256 lekë për pasuritë pron private që preken nga investimet publike në objekt ndërtimi i urës së Metoqit fshati Metoq Saran vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë Saran numër 153 datë 23/12/2025 miratimi detajimit të buxhetit të vitit 2026 dhe programi i buxhetit afatmesëm 2026-2028 për Bashkinë Saran vlerësohet i lishëm. Aktet e tjera kanë karakter individual. Faleminderit zonja Vasili. Kalojmë tek pika e parë e renditës, vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike dhe në 6% për muajin dhjetor 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Lidhur me pikën e parë të renditës, komisionet përkatëse. Diskutime. Edhim në votim për vendimin numër 1 kush është pro, kundra, abstenim, miratohet. Kalojmë tek pika e dytë e renditës. Për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin dhjetor 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse. Po zoti Meraj. Nderuar ministri Ndërjes, Komisjoni Juridike ka parë në rrugë jo vetëm këtu, por të tre vendime të para që kanë bënë me ekipin e qytetarëve që përfitojnë nga ky ligj dhe nga këtë mëmor, i ka gjetur përfundim e ligjit dhe i drejtohet Ndërjes që ti votojnë e të kalojnë. Faleminderit zoti Meraj. Ka dikush pyetje diskutime lidhje me pikën e dytë të renditës? Faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 2 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e tretë e renditës. Për vendim për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën, si dhe fondet e buxhetit vendor për vitin 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet? Komisioni juridik po? Mendoj se nuk ka dhe diskutim, sepse komisionet kanë bërë gjithë të agut, dhe ka pasur vendin të stabilizuar. Po, faleminderit zoti Meraj. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 3 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 4 e renditës. Për vendim për miratimin e listës së përfituesve nga programi i subvencionimit të qeras në tregun e lirë. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Meraj. Në drejtorisë përkatëse të bëjmë një sqarim të gjithë procedurën, përfituesit, mënyrën, dhe që është praktiki direkt që të vijë në zgjedhjeve qytetarë të tjerë që mund ta përfitojnë por nuk kanë vlerë. Po, zonja Pikuli. Siç kemi në dhjemi dhe në momentin kur neve kemi aprovuar kuotat për qerat, pra për subvencionin e qeras nga tregu i lirë, në momentin që është aprovuar në Këshillin Bashkiak janë aprovuar këto nivele të qeras, është bërë shpallja në webin në faqen e bashkisë e të gjitha procedurave që duhen për të aplikuar për programet e strehimit. Programi i strehimit Ju lutem qetësi. pra janë të publikuar në faqen e bashkisë.
subvencionin që qytetarët, familje duhet paraqesin në duhet ndjekin për të përfituar nga program. Po edhe çfarë është ky program i qytetarëve dhe sa kanë përfituar te ky rast? Çfarë është dhe sa kanë përfituar dhe aftësisht sa kanë përfituar nga subjekte? Atëre në programin e subvencionit të qeras të lirë, qytetarët mund të përfitojnë subvencionimin e qeras të plot për banesat që marrin në qera ose subvencionim të pjesëshëm. Marrin subvencionim të Sa plot. niveli më i lartë të thjesht, niveli më i lartë të qeras plot. Qira e varet nga sa antar ka familja. Niveli më i lartë të qiras 26.000 lekë për familjet me shumë antar, 5 ose 6 antar, dhe pastaj në varësi të numrit antarëve të familjes, ulet subvencionimi i qiras. Kemi subvencionim të plot për ata që nuk kanë asnjë të ardhur, të ardhurat nga ndihma ekonomike dhe nga pagesat e paaktësisë nuk llogariten, nuk merren parasysh, dhe kemi dhe subvencionim të pjesëshëm për qytetarët të cilët kanë të ardhura nga punësimi, pensioni ose të ardhura të tjera. Sa është numri i kërkesave dhe numri që Kërkesa kemi pas 42 kërkesa dhe në këtë listë kemi 40 familje, të 2 familjet që janë skualifikuar për shkak se në bazë të termave të referencës që aprovohen dhe dërgohen nga Ministria Përkatëse, ata i tejkalonin të ardhurat nga punësimi në familjet e tyre. janë njoftuar ato dyja që janë skualifikuar sipas ligjit? Po, janë njoftuar. Faleminderit zonja Pikuli. Ka dikush pyetje të tjera? Diskutime? Faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 4, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratore. Kalojmë tek pika 5 e rendit vitës. Për vendim për miratimin e listës emërore të nxënësve të aksimit para universitar në institucionet aksimore publike, do të fitojnë bursa financiare për vitin shkollor 2025-2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse? Po. Në emrin e Komisionit Përkatës, Sekretari i Komisionit të Arsimit, Kulturës dhe Sporteve, u shqyrtua, u diskutua, u debatua edhe në zëra opozitar në një mbledhje që dhe diskutim që i plotëson të gjithë ato kriteret etike dhe përmbajtësore të një trajtimi të tillë ku përfshihen bursat që është një çështje shumë e ndjeshme sociale, duke dëgjuar dhe autoritetet e përkatës bashkiak në shpjegimet që bënin në lidhje me si bëhet ky administrim, si zgjidhen dhe mori miratim të plot për shkak të një mirë menaxhimi të kësaj hapësire ligjore që bën bashkia për trajtimin me bursa të nxënësve ku po thjesht nuk ka mbetur nga ato që janë paraqitur, është plotësuar 100%. Këtu ka dhe një pikë që ne jemi të detyruar ta theksojmë për dijenin e shumë prindërve dhe nxënësve njëkohësisht, që ka një prioritet, ka një avantazh pjesa e shkollave profesionale. Pra, shkollës më konkretisht që kemi në shkollës profesionale, sepse ato janë me bursa të gjithë, që vijnë nga Ministria Përkatëse. Pra, dhe këtu në këtë moment bashkia bën një shpërndarje komplementare të të gjithë kërkesave, pra duke llogaritur dhe këtë avantazh që ka pjesa e shkollave profesionale. Dhe kjo duhet parë me shumë interes edhe nga prindrit për të kuptuar që ku qëndron shkolla profesionale me shkollën e mesme klasike, siç kemi ne rastin konkret, sepse mos harrojmë që jetojmë në një vend ku tregu i punës ka nevojë për profesionist. Kështu që kjo pikë mori miratim dhe dakordsi të plot nga shpjegimet që u bën dhe ne ftojmë kolegët që ta votojnë. Faleminderit zoti Hoxha, po. Zoti Ahmeti. Shoftë kjo
ata që kanë përfituar bursë, vjen si vetëm në Samit ka vetëm një që ka fituar në ndërshare. Ka pas kërkesa apo nuk kërkon për Samili plas është vetëm një bursë. Një kërkesë ka pas. Shumë mirë. Faleminderit. Po, faleminderit. Ka dikush pyetje të tjera? Po, zënja Kushi. Po, faleminderit. Po, faleminderit zënja Kushi. Ka dikush pyetje të tjera, propozime? Faleminderit, atëherë hedhim në votim për vendimin numër 5 me propozimin e bërë nga zënja Kushi, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratoret. Kalojmë tek pika e 6 e rendit të ditës. Për vendim për miratimin e përdorimit dhe planin e shpërndarjes së fondit të grantit të bazuar në performancën e bashkive për vitin 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse? Po, sërish në emër të Komisionit të Arsimit, Kulturës dhe Sporteve, u shqyrtua ky fond, u shpjeguar sipas nga autoritetit të kapës së bashkiak, të gjitha zërat e fushën, na u duk një shpërndarje logjike e fondit, ku mund të vlerësohet sidomos plani barazësinore, që është pak evaziv si term, ndihmon ka diskutimet e veta, me gjithë të gjetje që ishte bërë për të vetuar një fond aty, duke u ardhur në mbi elementit femëror, atyre grave që merren në artizanatin që ka nevojë gjithmonë për një suport në ndërtime të ndryshme, ishte për të vlerësuar ashtu siç ishin edhe zërat e tjera, pra plani social, plani arsimit, plani integrimit. Kështu që edhe kjo shpërndarje e fondit, mbas pyetjeve, përgjigjeve, diskutimeve, mori një dakordsi në nivel komisioni, kështu që në bazë të këtij qëndrimi, këto kolegët po ta miratuar. Faleminderit zoti Hoxha. Po, zënja Kushi. Shpërndarje duke marrë vesh shkak nga kërkesa që zoti Granani bëri pak më parë. U deve të kërkesë më të madhe të këtij fondi i drejtuar planit social. A është kjo e orientuar për diçka shumë konkrete në ato vëzhgimet që kanë bërë dhe dhënien e këtyre, apo fshihet e kërkesa që ka bërë zoti Bajrami për ta shqyrtuar pak më vonë? Ne kemi miratuar një plan social. Dhe a është kjo një pjesë e përmbushjes së atij plani social që kemi miratuar kohë më parë? Po, zënja Pikuli. Obiektivave dhe aktiviteteve që janë parashikuar në planin social, është kemi gati projektin për të shpenzuar pikërisht këtë grant. Në fakt, nuk është për herë të parë ky projekt, sepse kemi zbatuar në vitin 2024-2025 me financim të UNDP-s nga programi Leave No One Behind dhe konkretisht ka qenë një projekt për shërbimin në shtëpi për të moshuar të vetmuar ose të moshuar, dhe kur janë dy të moshuar programa që janë pa kujdes dhe në kushte të vështira ekonomike dhe shëndetësore. Pra, ne këtë plan e kemi pilotuar më herët këtë projekt dhe tani me ndihmën e këtij granti do sigurojmë vazhdimsinë e tij. Dhe objektivi jonë është ky, edhe pa patur në të ardhmen një grant, Bashkia Sarandë ka dojë ta implementojë në vazhdimsi, sepse për vetë karakteristikat e qytetit të bashkisë tonë, ku kemi shumë të moshuar
të cilët kanë ngelur vetëm për shkak se të rinjt kanë shkuar në emigracion, dhe është emergjente që ne kemi kujdes edhe për këtë kategori të moshuarve, të cilët nuk frekuentojnë qendrën ditore dhe kanë nevojë. Kështu që projekti është i gatshëm për të zbatuar. Po, zoti Hoxha? Në këtë pikpamje e ndërruar zonë dhe duhet diskutuar në komision, sepse kemi realitetet të ndryshme në lidhje me moshën e vet. Dhe mendoj që duhet të përfshirë tek kriteret. Nuk mundet të merren në mënyrë të njëjtë për gjithë rastet e moshës së tre, nëse burra e grua, pleq, të lehmuar. Fjala vjen, le ta bëjmë pak më konkrete. Kanë 5 fëmijë dhe të 5 fëmijë janë në emigracion. Shteti nuk mund të përgjigjet të realitetet të tilla. Pra duhet parë më thellë, sepse kjo është një papërgjegjshmëri nga ana e familjarëve. Ne kemi raste të shumta ku fëmijët kanë braktisur prindërit e tyre dhe duhen gjetur mekanizma për t'u tërhequr veshin atyre fëmijëve atje, dhe nuk mund se kjo ndodhi në pandemi, ku fëmia shikonte shtetin që po i çonte ushqim prindërve edhe bënte sehir atje. Jo, pandemi s'vinte dot ajo kurse sot. Mirë, ishte kushte pandemike, po doli si problematik, pavarësisht se ishin kushte pandemike. Pra, edhe në këtë rast duhen parë kriteret. Se ju e përmendët vetë ikja në migracion, po unë ikja në migracion nuk është ikje për fare. Normalisht, verifikohet në teren që ky i moshuar ka nevojë, dhe ka pavarësisht se ka 5 fëmijë, dhe verifikohet në teren dhe në vizita në familje, dhe shikohet që nuk ka ndihmë nga ata 5 fëmijë, që rastet janë zërralla të tyre, atëherë kjo nuk do të thotë se ky mund të mos marrë shërbim. Ky i moshuar është i përjashtuar në rastet kur ka ardhur është i përjashtuar nga shërbimet rezidenciale. Kur ka shtëpi është i përjashtuar nga shërbimet rezidenciale, por ne nuk mund t'i lëm pa asnjë lloj shërbimi. Dhe gjithmonë ndërtohet një plan individual se si do të punohet me ky moshuar, çfarë do t'i ofrohet. Ky moshuar që ka fëmijët në emigracion mund të mos suportohet me, po themi, paketa ushqimore ose paketa higjieno-sanitare, atëherë do të suportohet vetëm me vizitën e një infermieri, me vizitën e një punonjësi ndihmës, i cili do të verifikojë nëse ai ka nevojë për gjë. Pra, çdo rast punohet specifikisht. Ka standarde kombëtare, të cilat janë të aprovuara dhe për shërbimin në shtëpi, dhe në çdo rast të ndryshme. Nëse diskutimin mbetet i hapur. Faleminderit zonja Pikuli. Ne kemi si për miratim. Po. Kemi si për miratim. O zoti Bajrami. Projekti ishte i domosdoshëm, është jashtëzakonisht i mirë, edhe thosha të fjalë mira të përgjithshme në fjalë se punojnë edhe janë të dedikuar gjithmonë. Kemi parasysh që fondi nuk është diçka e madhe, është diçka modeste. 71 milion lekë të vjetra është i gjithi, domethënë. Kështu që thjesht kërkohet, siç e tha dhe zoti Hoxha, një administrim i mirë i këtyre lekëve. Janë pak. Ndoshta është koha që midis atyre harxhimeve të mëdha të Bashkisë Sarand që ne kemi, të vendosnim ca më shumë gjëra këtu që të jenë shërbime për njerëzit, që të mos futemi dhe të fillojmë të diskutojmë detaje të vogla, se ata janë njerëz hallexhin dhe të gjithë me nevoja të mëdha për të qenë realist. Do të ishte mirë që të fillojmë ne të bëjmë pjesën tonë për të shtuar diçka më tepër në këto fonde të punës sociale. Po, faleminderit zoti Bajrami. Diskutime. Faleminderit, atëherë hedhim në votim për vendin numër 6 kush është pro. Kundra. Abstenim. Senatore. Kalojmë tek pika e 7 e ditës. Përvendim për miratimin e një ndryshimi në fushën e përdorimit të pasurisë 15.209 me sipërfaqe 9.200 m2 dhe pasurisë 15.210 me sipërfaqe 10.310 m2, zona kadastrale 36 Trua në pronësi të Bashkisë Sarand, ku ndërtuar fushën e përdorimit për zhvillimin e programeve të arsimit parauniversitar dhe zhvillimin e projektit Poli Zhvillimit Turistik Sarand. Kush ka pyetje nga këshilltarët?
kanuni i pjetit, ose drejtorisë përkatëse, ose drejtorisë të zhvillimit territorit, të sqaroj në mënyrë shteruse, por 5.609 prej 9.200 metra katrore, si është sot, në çfarë gjendje sot, a është ky investimi që është bërë nga qeveria për kampus, dhe të sqaroj por në mënyrë shteruse pasurinë 5.610 në surfaqe 10.810 1.810 metra katrore. 10.810 metra katrore. Kemi të bëjmë në vijim të vendimin të Këshillit Bashkiak të miratuar më herët, disa muaj më herët, nuk më në datë tani, për zbatimin e projektit polizhvillimit turistik të qytetit Saranës. Si rjedhoje atij vendimi, sot vim para Këshillit Bashkiak për të bërë amendimet e nevojshme administrative për zbatimin e atij projekti. Dhe nëse referohemi dy pasurive, nuk kemi ndryshuar situacionin, sikurse janë dhënë shpjegime dhe në atë datë, Bashkia Sarandë është pronare e një territori rreth 20.000 metra katror, të cilat kanë kaluar me dy vendime të Këshillit Ministrave të 2011-s për 90% dhe me rreth 10.800 në 2016. Në momentin e kalimit të këtyre dy pasurive, është dhënë dhe funksioni përkatës, si çdo vendim i Këshillit Ministrave për çfarë do të përdoret kjo nga pushteti vendor. Me miratimin edhe të Këshillit Bashkiak për disa muaj më parë, ku ishte hapur rruga zhvillimit projektit polizhvillimit turistik të qytetit Sarandës, kjo është një masë e nevojshme administrative në zbatim të atij vendimit të Këshillit Bashkiak. Prosia nga të një, thjesht merren masat e duhura pasi vendimi i Këshillit Ministrave të vitit 2011 ka kaluar me destinacion arsim vetëm të shkallës 9 vjeçare, me ta them nivelit 9 vjeçar, ndërkohë që 2016 si përfaqja tjetër i ka kaluar për qëllime të Eco-Campusit, sikurse ne e njohim me emrin, atëherë quhet projekti Eco-Campus, sot ka një emër të tjetër që është polizhvillimi turistik për qytetin e Sarandës. Dhe ndryshimet e nevojshme janë për të shtuar këto funksione në zbatim të projektit të davorzuar në mënyrë të kaluar në Këshill Bashkiak. Por ta bërë nuk thjesht ndëruar, nuk thjesht fare që ta kuptojnë edhe këshilltarët, por edhe qytetarët. Pra, Eco-Campus, si s'ka rëndësi si do ta flasim, ose shkollë, ose çfarë flasim për Eco-Campusin, nuk flasim për pjesën tjetër. Pjesën tjetër jemi dakord. Ne do të sqarosh ne edhe qytetarëve që preket ky investim si shkollë e Sarandës nëse marrim thjesht në fjalorin nuk thjesht. Shkolla 8 vjeçare ose mes ose shkolla 8 vjeçare dhe mes e Sarandës. Pra, duhet ta dimë edhe qytetarët dhe ne, të gjithë bashkë ta votojmë ose do vendosim para kusht që ta ruajmë që mos preket, nëse ne do ta vazhdojmë ta votojmë. Në kas në pjesën tjetër ngjitur me pjesa tjetër. Ajo që është destinuar për arsim që në 2011 do sikurse raportuar dhe në vendimin e Këshillit Bashkiak më herët, ngelet po përsëri arsim. Pra, shkolla ngelet shkollë dhe do të kemi një marrëveshje investimi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për atë objekt i cili do të përfundojë dhe do bëhet dhe shkresa përkatëse sipas projektit. Dhe është marrëveshje investimi ku Fondi Shqiptar i Zhvillimit investon si çdo investim tjetër në qytetin e Sarandës që ka kryer më herët, ku investon dhe në fund administrimi pronësia nga Letëfort Bashki Sarandë. Po, faleminderit zoti Bajrami. Po, Desha të dhja se të marrëveshja nuk e kam parë. Të kjo pjesa që ka bashkia 100% tek shkolla që më të interesuar. A ka ndonjë afat kohor Fondi i Zhvillimit për ta mbaruar? Ka ndonjë detirim, ka ndonjë se kur do jetë e gatshme shkolla, se dihet problematika që vazhdojnë me ditë turne të mirë. faleminderit zoti Bajrami. Ekzekutimi, zoti Zhuba. Janë me ta, përse është pikse, është
miratoa vendimin në mbledhjen e Këshillit Kombëtar Territori dhe Ujë për këtë projekt, kështu që le të themi objekti arsimor dhe telenin që ne kemi 100% në pronësi dhe administrim, do të është paralel. Pra nuk është se do të bëhet njëri i parë dhe ky i dyti. Janë paralel, nga informacionet që kemi të deri tanishme, janë dy shitje të ndara, pra nuk është një jo detyrimisht i njëjti zbatues si do të bëjë punime në këto dy kontrata, mund të jetë i njëjti, mund mos jetë i njëjti. Por janë dy shitje të ndryshme, çka do të thotë që serioziteti nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është përshtyruar sa më shpejt që dy paralelisht. Po, faleminderit zoti Bajrami. Ka dikush pyetje të tjera? Po, zoti Koçiu. Faleminderit. Kam 3-4 pyetje. Çfarë funksionesh përfshihen brenda sipërfaqes në pronësitë të Bashkisë Saran, përjashtuar sipërfaqe 9200 metra, e cila është për sistemin parauniversitar. Flas për sipërfaqen 10800 metra, pronë e Bashkisë. Çfarë do të përfshihet në këtë sipërfaqe, çfarë funksionesh nga poli i zhvillimit? Po, faleminderit zoti Para, Koçiu. së dyti, sa prej objekteve të polit të zhvillimit, që ka lidhje me pyetjen e parë, do të ndërtohen brenda sipërfaqes së 10800 metra. Edhe treta, çfarë kompetencash ka Fondi Shqiptar i Zhvillimit mbi pjesën që është thuar është bashkangjitur sipërfaqes së pronësisë të Bashkisë. Pra, ajo është me status juridik pronë shtet, çfarë statusi ka Fondi i Zhvillimit mbi këtë? Çfarë kompetencash ka? Po, faleminderit zoti Koçiu. Ekzekutivi. Po, zoti Zhupa. Po? Ka dikush? Bëra 3 pyetje. Po. Fondi Shqiptar i Zhvillimit çfarë kompetencash ka në lidhje me sipërfaqen që është pronë shtet atje? Të drejtat që ai administron sipas PPM-s Po. ka transferuar. Po. Të drejtën e administrimit të kësaj sipërfaqe i ka kaluar me vendim të Këshillit të Ministrave. Jeni njohur gjatë miratimit të Ka të drejtën e administrimit. Faleminderit. Po, zoti Bajrami. Bëhesh ti thesha edhe një herë pyetjes zotit Dimeraj. Cila është gjendja aktuale? Edhe tek pyetja 2, miratimin e shtesës së funksionit të përdorimit, a mundeni ta theksoja edhe një herë, të na e përcaktoni në mënyrë shtruese, siç e tha zoti Meraj. Çfarë eksaktësisht bëhet në këtë hapësirë që është 1 hektar e pak? Ku ju thoni funksione të tjera sipas ligjit? Çfarë eksaktësisht? Po, keni pyetje tjetra apo të... Jo, kaq kam. Po, faleminderit zoti Bajrami. Po, zonja Koka. Kundër e keni parë dhe nga materiali bashkëtu e vendimit, bashkia e ka ndarë për pasurinë në 2 prona të ndara. Për të qenë dhe ju pak më të qartë. Atëherë kemi sipërfaqen e parë 1200 metra katror, mbi të cilin aktualisht është ndërtuar shkolla, dhe e cila, po, për pjesën e 2 do të vendosen në dispozicion të marrëveshjes së investimit, të cilën ju e keni votuar në mbledhjen e muajit maj dhe që keni miratuar marrëveshjen e investimit. Konkretisht, objektet mbi të cilat do të ndërtojnë e keni te master plani bashkëlidhur marrëveshjes, të cilën ju jeni njohur dhe i citoi dhe drejtori i projekteve.
Kam një pyetje dhe dua i drejtohem të tre drejtorive. Po zoti Miraj? Thuhet te pika 1 miratimin e shpresës funksionet e tjera për pasurinë 5.609 në 920 drejtorore, 920 drejtorore, pra njëtojnë dhe zhvillimin e programeve para universitare. Dua të ato drejtori e arsimit. Kjo terminologji, si quhet shkolla e mesme, si quhet shkolla 8 vjeçare, është terminologjinë e arsimit edhe e dua si që do të ligji. Se do vendosim këtë zhvillimin e programeve para universitare, o mos vendosim një term si që i ka Ministria shkollat e vjeçare Gjergjimeri, shkollat e vjeçare Lusem Lypsi, ose këtë një tjetër. Ma thuaj e unë e dua saktë. Socializëm e nuk një more. Ka shkun e dua, së terminologi këtu, ma garantoj që është rrjet nga ligji X, nga rëtëmëja X, si e mërduhet shkolla ose si e kashë. Edhe unë e duhet që vjetë si pas ligjit. Ose ta reguloj këtu, që ta garantoj nesër dhe që do jemi në Shqipë. Ta garantoj edhe zoti kryetari bashkisë, edhe zoti kryetari Këshillit, edhe unë e gjithë bashkë. Se kjo terminologji mua më lënë si në kryqëzimin e Parisit, me shumë kryqëzime. Nuk e duam saktë. A do jetë kampus dhe kampus nga me shtu. Ti ndryshojnë emri kampus e ta vendosim shtu. Sepse ajo e ka emri sot, kampus, me ligjë. Po faleminderit zoti Miraj. Po zoti Bajrami? Sot pikërisht vendimi që kemi përpara kemi të bëjmë me ndryshimin e atij emri. Pasi ai emër nuk është një klasifikim i cili mund të citohet në ligj, kampus, dhe emërtimet që kemi sot në përmendim janë marrë eksaktësisht përçërisht nga PKM-ja dhe urdhra e udhëzimit të katës së përmendim dhe urdhra e udhëzimit klasifikimi ligjor. Kështu që dhe aktivitetet të tjera është pika K e atij nenit, i cili nëse shikojmë funksionet e më sipërme që klasifikohen pasurit që administron pushtetit vendor, nuk klasifikohet as nga pikat e tjera, por është pika e fundit që është pika K dhe është vendosur e cituar, prandaj është dhe shpjegimi përtej asaj pjesë pra sipas ligjit. Për të cituar posaçërisht projektin poli zhvillimit që është posaçëm dhe dim se çfarë kemi të bëjmë, sepse miratorët na këshillojnë kontakte territorit dhe urdhat. Kjo për sa i përket funksioneve të tjera sipas ligjit. Për sa i përket klasifikimit para universitarësh, sërish është marrë cituar baza ligjore ashtu sikur se parashikon sot për sa i përket administrimit të aseteve publike për funksionet e pushtetit vendor të organeve të qeverisë vendore. Është ashtu pra i klasifikon Barazohet me gjimnazin dhe shkollat e mesme. Edhe një herë, ka cilësim për mbledhës, pra ka dhe nëndvjeçare brenda, mos gaboj ka dhe gjimnazin brenda. Pra ti mund t'i bësh të dyja funksionet në atë objekt. Në funksion të ligjit, pra nëse VTM-ja 2020 përcaktonte vetëm një nga 9 kategoritë e kësaj, e kishte definuar 9 vjeçare vetëm, sot në Këshill kërkojnë që këtë spektër ta hapim, sipas nevojave që nesër do të përcaktojmë politikat e zhvillimit arsimor për Bashkinë Saran. Se sot mund të kemi nevojë më tepër për 9 vjeçare, nesër mund të kemi për gjimnaz, një shkollë profesionale, nuk kemi pse mendojmë si administrator që sa herë kemi këtë lloj sipas nevojave dinamike që ka arsimi lokal të bëjmë miratimin e Këshillit Bashkiak. Po e miratojmë që të para universitare dhe kjo përmbledh kategorinë për sa i përket nivelit arsimor. Dhe është cituar në bazë ligjore. Si emërtim. Po faleminderit. Kemi që arsimi para universitar. Dhe jemi dakord sepse ligji ka ndryshuar që në 2014, mos ja bëj nuk e di kund vitesh, dhe nuk quhet më as shkollë nëntëvjeçare, as 8-vjeçare, as e mesme. Prandaj jemi brenda saj. Përderisa ajo e përfshin këtë brenda, ne pse do përdorim ligji e ka këtë gjë? Pse ne duhet të përdorim një term që të vendosim një ligj mbi një ligj? Po ajo ka rënur si term. Që atëherë ka rënur? Pse duhet ta bëjmë këtë ndryshim? Sepse VKM-ja ka përcaktuar vetëm për shkollën nëntëvjeçare. Ne në ndryshojmë VKM, por në fillim do ndryshojmë vendimin e Këshillit Bashkiak dhe pastaj do shkojmë në bazë vendimit të Këshillit Bashkiak dhe kërkojmë ndryshimin e VKM-s, të cilën specifikisht e ka të përcaktuar për shkollën nëntëvjeçare. Ndërkohë që ne duam spektrin të jetë prapë arsim, po të jetë dhe arsimi mesëm. Kjo të atë. Kjo është specifikisht. Ndërkohë që deri diku dakord. Kjo është arsye, s'ka arsye. Flasim me fjalën tjetër, poli. Po dhe kjo fjala poli mos ka të bëjë sepse tek terminologjia juridike apo gjyqësore, mos ta bëjmë
në të njëjtin term, Është herë zhvillimi. lutem. Me sipër arsimit. Cila ishte pyetja zoti? Po. Atëherë, nëse referohemi në një udhëzim ku është i parashikuar funksionet që plaseteve të pushtetit vendor administron me katë drejta të pushtetit vendor, ka një disk plikash nenesh. Dhe në rasti i projektit duke qenë që nuk është monofunksional. Pra nuk është se ka vetëm një funksion të vetëm. Ka dhe muze, ka dhe ambjente shërbimi, ka dhe ambjente shplose, dhe është bërë një emër që ka të bëjë më tepër nga politika dhe zhvillimit të fondit shqiptar të zhvillimit në kuadër të programeve të tyre, është bërë një emër që i përmbledh të gjitha këto funksione. Në mungesë të një funksioni të vetëm, i cili mund të klasifikohej vetëm te një nga pikat që parashikon ligji, prandaj ligji ka pikën K në këtë rast, se ne nuk e mbajmë në një krem nuk gaboj, ka pikën K që thotë edhe të tjera, se mund kemi projekte të tilla që bëjnë bashkë shumë funksione së bashku. Ose do vinim këtu të thoshim shtojmë pikën C, A, B, D, sa funksione të ketë gjitha. Por ligji ka parashikuar nga ana juridike është fare arsyeshme të përcaktohet ky lloj specifikimi dhe prandaj është vënë dhe baza ligjore po edhe termi i projektit. Po, nga analiza dhe nga diskutime dëgjova që më the kjo është një masë administrative që mbështetet mbi projektvendimin që ne kemi kaluar akt administrativ. Okej. Që kemi kaluar për datat në maj. Pse nuk u vendosin që atëherë ky projektvendim? Dhe pse nuk këto gjëra, pse nuk u bën që atëherë, por u detyruan tani me një projektvendim të ri, po bëjmë këtë. Dhe a ka është bërë studim apo duhet edhe më tutje të na vjet prapë për ta plotësuar dhe për ta plotësuar këtë gjë. Faleminderit. Po faleminderit zoti Çela, po zoti Bajrami. Projektin koncept ideja si fillim, sepse nëse nuk miratoja ajo, pse do të vija unë këtu në Këshill Bashkiaktësi administrator të kërkoja ndryshimin e funksioneve. A duhet bërë ajo e para, edhe një pyetje. Më fal, po jemi ndryshim. Miratuam atë dhe po e ndryshojmë. E shtoj. Edhe një pyetje shtesë. Mos nuk kuptojnë akte administrative që plotësojnë atë vendim. Duhet hapi fajin ka të shërbimi, nuk i kanë dot të gjitha së bashku. Sepse pastaj e merr atë mirë qenë që ju do e miratoni. Patjetër unë e dia do miratoni pikën 1, do pastaj do miratoni 2, do miratoni 3, dhe si tani një gjitha. Si administrator apo jo. Po faleminderit zoti Bajrami, po zoti Koçiu. Një pyetje të fundit kam. Çfarë përfshihet e kam për drejtorinë e urbanistikës? Çfarë përfshihet në marrëveshje, çfarë kupton marrëveshja regjistrimin hipotek 50% me 50% bashkë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit? Çfarë parashikon kjo 50%? Trua dhe ndërtesë, vetëm ndërtesë, vetëm ndërtesë në ajo qendrore. Po do një shpjegim më të hollësishëm për këtë sistem i qartë. Por da? Mirë që se shpjegim juridike. Atëherë faleminderit zoti Koçiu, ekzekutivi. Po, çfarë parashikon? E keni të cituar nëse ju doni që është krijimi i statutorit Po. të bashkëpunësim. Sa i përket rrethit të objekteve të cilat do të janë pjesë e kësaj marrëveshje bashkëinvestimi, është një 6 i cili parashikon se pas përfundimit të realizimit të objektit, i cili përfshin rekonstruksionin e pjesës vertikale, godinën e strukturës akumuluese, restorantin që është multifunksionale, pishinë jashtme dhe funksione mbështetëse, do të regjistrojnë nga SHK-s Agencisë Shtetërore të Kadastrës në bashkëpunësim të Bashkisë Saran dhe të Fondit Shqiptar të Zhvillimit të pjesë të barabarta. Edhe këtu dhe një herë kur forcohet fakti që pjesa e drejtorit të shkollës nuk është pjesë fare e kësaj marrëveshje bashkëinvestimi. Që të thonë në çdo marrëveshje bashkëinvestimi vendosim të dy në dispozicionin asaj të caktuar dhe asetet që do krijohen do të regjistrojnë bashkëpunësim në mënyrë të barabartë. Po faleminderit zonja Koka. Me që kam fjalën Po zoti Koçiu. Qëse jo më kohë të bëra këto pyetje. Që të plotësoj edhe Po kryetar territori ta plotësoj kryetar po. Pronësia se themi ekocampusit dhe themi investimit të bërë nga bashkia është totalisht në pjesën e bashkisë. Jesa tjetër. Çfarë shpjegoj shumë mirë juristia, faleminderit. Tani ky është vazhdim dhe zgjatim i projektvendimit që kemi kaluar më herët. Dhe këtë shtojmë vetëm këto funksione.
Edhe herën e parë kam votuar jam kot kundër këtij projekt vendimi, sepse është bindja ime dhe unë s'mund të dal kundër bindjes time, ndoshta mund të jem unë gabim, por nga këtë që shikoj, mendoj se kështu do të jetë. Në radhë të parë, shkelja e parë dhe dëshim parë që shikoj unë nuk është bërë fare dëgjes publike për një investim kaq madhor që parashikon edhe vetë marrëveshje që Ministria e Qeverisë Vendore është detyruar të bëjë një konsultë publike. Së dyti, duke lexuar marrëveshjen nen për nen, shikoj që Fondi Shqiptar i Zhvillimit është bashkëfinancues dhe përfitues në masën 50% me 50% të ardhurave neta që krijohen nga fitimi. Pra, Fondi i Zhvillimit të në shfaqet se një operator ekonomik fitim përurës, që unë di nga i sa një punës sa një ligjin, është një institucion që mbështet projektet e zhvillimit pa fitim. Megjithatë që se ka në një klauzul tjetër që unë nuk e njoh, unë nuk na sqaroj këtë punë. Së dyti, nga pyetjet që drejtova punojësve të administratës, u dha informacioni këtu që të gjitha ndërtimet e polit të tretë do të zhvillohen brenda territorit që është poronë në Bashkisë Sarandë. Që do të thotë, kjo poronë do të merret prapë nga shteti nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit nëpërmjet një skeme të kamufluar. Këtu përfshihet edhe vila qeveritare dhe ndërtimet që do bëhen. Komplet investimet do të bëhen të 10.800 metrash. Pra këtu kemi heqjen një pjesë që ja ka dhënë gabimisht ndoshta sipas qeverisë pushtetit vendor dhe ndekjen e planit të tyre për të privatizuar të gjitha vilat qeveritare me programe të kamufluara. Edhe fakti që menaxhimi 5 vitet e para bëhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe më pas do të gjykohet nga bashkëbisedimi me bashkëfinancuesin, me Bashkinë Sarandë, por që mund të kaloj edhe një palë të tretë, tregojnë qartë se kemi të bëjmë me kalimin e shkallëzuar nga bashkia apo shteti tek privati, me kalimin e kohës. Prandaj unë vazhdoj që të votoj kundra. Nuk ka rëndësi se fitoren po sfiton ky votim, mund të fitoni, po kjo është bindja ime dhe nuk e them se duhet mos bëhet kjo punë. Bëhet, por nuk më pëlqen kjo. Po. Këto gjëra që thashmë, që bashkëfinancimi dhe bashkëtimi këto gjëra. Jo, po t'jap një seksim, se po kryetar nuk qëndron ashtu siç ju po mundoni ta transmetoni këtu në publik. Po pra, po nuk qëndron mendimi. Asgjë kryetarin. Faleminderit zoti Koçiu. Transmetohen në publik për sa kohë qëllimi nuk është ashtu fare, sepse ne të gjithë jemi sot ja dhe bashkit në fund fare, në momentin që nuk kanë mundësi të investojnë, forma më e mirë është forma bashkëpunimi. Në çdo rast bashkëpunimi është brenda institucioneve shtetërore, nuk është në sferë shtetërore dhe privat. Para, e dyta është qëllimi është për të ndërtuar, për të bërë teori dhe praktik bashkë, nuk kemi qëllim aty për të fituar, se nuk besoj sot që po vinë oligarkët në Sarandë që të marrin një hotel me 48 dhoma dhe të mendojnë të fitojnë lek. Këtu gjithë kanë me 50 dhoma, këtu gjithë që jemi flasim këtu, dhe kuptojnë që nuk ka nevojë të vijë një oligark për të marrë atë gjën, por qëllimi është totalisht ndryshe, aty është qëllim komplet edukativ, sepse po bëhet përveç asaj po bëhet edhe një maj center, por ju nuk doni t'i jepni vëmendje atyre. Ne po kërkojmë që këtë shkollën që është 9 vjeçare ta kalojmë shkollë të mersme apo të lartë. Qëllimi është që universiteti të kalojë atje, shkolla ku sot është universiteti të thellë shkollën 9 vjeçare, aty të bëhet dhe teoria dhe praktika bashkë. Kjo është e vërteta. Aty po i bëjmë dhe prandaj dhe i quajmë poli i zhvillimit, sepse po i bëjmë dhe teorinë dhe praktikën bashkë. Dhe kjo është pronë e Bashkisë Sarandë. Për këtë jemi të qartë. Por juve doni ta lexoni ashtu dhe publikisht po të kthehem publikisht që nuk është e vërtetë. Tani dhe unë publikisht të ktheva përgjigje që nuk është e vërtetë. Qëllimi është ky. Publikisht po ta jap unë qëllimin që është ky. Po faleminderit kryetar. Zoti Koçiu faleminderit. Po zoti Bajrami? Procedurës administrative, vendimet tona e kanë pikë të detyrueshme që duhet janë të qarta. Duke hequr vëmendjen nga pika 1, e cila pak a shumë na qartësohet me gjithë nonsensin që përmban brenda. Dhe për ta sqaruar, ne i quam fëmijët e shkollës
8 vjeçare Adem Sheme para pak kohësh në ambientet e gjimnazit Hasan Tassini, të shkollës të mesme profesionale, dhe nuk morëm asnjë vendim për të ndryshuar destinacionin e tyre. Kështu që edhe kjo gjë mund të ndodhte këtu dhe nuk kishte nevojë për qartësi. Megjithatë, dua të tërheq vëmendjen e Këshillit tek pika 2. Bëm disa herë pyetje mbi përdorimin e hapësirës e cila ka numrin 15610. Edhe plani i zhvillimit që na keni dhënë më poshtë nuk i përkon kësaj hapësire, i përkon vetëm hapësirës së parë. Për pikën 1. Për pikën 2, në asnjë moment nuk kemi asnjë plan të qartë. Më tepër se sa kaq na thoni që i referoheni ligjit 8744, datës 22/2/2001, unë e mora mundimin ta hapja këtë ligjin. E kam edhe këtu përpara meje, edhe i referohet pronave që i jepen bashkive, njësive vendore, neve, dhe thot pika A, për të kryer ushtrimin e funksioneve të tyre administrative, B-ja, programe arsimore, ne, funksione të shëndetit publik, mund të ishte një gjë, funksione ekonomike, veprimtari social, kulturore, sportive, thot pika D. Tek E-ja kemi depozitim, pastrim, shfrytëzim të plerave, gjëra të tilla, transport publik në pikën N. Tek pika G, vareza thot, vazhdojnë të numërojnë, këtu nuk do t'i numëroj të gjitha. H-ja objekte historike, kulturore, mund kemi muzeume, gjëra të tilla. Parqe kullota, s'kemi gjëra të tilla. Janë tek pika I. Me gjitha të ju shkoni, pika I thot struktura dhe njësi rezidenciale me interes vendor. As kjo nuk është. Ju shkoni dhe përqendroni te pika K. Prona të cilat përdoren për kryerjen e funksioneve të tjera sipas ligjeve në fuqi. Të gjitha ligjet në fuqi. Central atomik, termocentral, të gjitha ligjet shqiptare kanë atë mundësi. Ne mund të kemi çfarë do lloj gjëje këtu. Një pus nafte. Praktikisht sipas kësaj pike, ne mund të kemi pus nafte nesër këtu. Ju shkoni dhe thoni prona të cilat përdoren për kryerjen e funksioneve të tjera dhe ju lutem. Sipas ligjeve në fuqi. Po faleminderit. More zotni. Më fal, të lutem. Të lutem zoti Bajrami. Do të doja për procedurë. Do të doja. Pyetja që ndërtoi duhet jeni më i koncentruar. Unë jam dhe jemi në fazën e diskutimeve. Në diskutime. Duhet jeni më i koncentruar, të gjithë të marrën kohën e vet. Dhe unë nuk kam folur asgjë nga xhepi. Aktualisht isha te ligji. Zoti i Meraj pyeti dhe kërkoi që të sqarojnë në mënyrë shtërruese se çfarë do të bëhej me pikën 2, siç bëri dhe me pikën 1. U çuan këtu përfaqësuesi dhe na thanë se çfarë do bëhej me pikën 1. Për procedurë. Pika 2 akoma nuk e dim se çfarë eksaktësisht. Zoti Bajrami, dua të sqaroj për procedurë të gjithë këshilltarët dhe të gjithë opinionin publik. Ne, si Këshill Bashkiak, kemi miratuar një projekt vendim në muajin maj, të më korrigjoj sekretarja, në muajin maj. Dhe ka marrë korumin e mjaftueshëm maksimal që ai projekt të bëhet. Dhe sot, para nesh vjen një projekt vendim, se nuk miratohet sot, sepse dikush mund të thotë, nuk miratojmë asnjë gjë. Po nëse do lexosh lëndën e projekt vendimit, është tekstualisht për një ndryshim. Dhe ne ndryshojmë. Jeni jurist, më zoti, ky ligji, të lutem të mbaroj. Vendimi i dytë merr përparësi para atij. Të dëgjova zoti Bajrami shumë mirë dhe në respekt dhe në etik duhet të më dëgjosh. Se si e konceptoj unë si këshilltar, në cilësinë e këshilltarit, po dhe të kryetarit të Këshillit për sa i përket anës procedurale të projekt vendimit. Ne kemi miratuar këtë projekt, është miratuar dhe gjithë e kemi votuar. Ka marrë korumin e mjaftueshëm dhe sot vjet për një ndryshim tek pika 1. Nuk e kemi votuar të gjithë. Dhe është theksuar tekstualisht. Nëse ju nuk jeni dakord që të shtohet nga arsimi 9 vjeçar në arsimin parauniversitar, mund mos ta votoni.
Por ai projekt në përfundimtare është miratuar nga ne. Nderuar, jo të gjithë kemi qenë dakord, ne kemi qenë dakord që të merrnim dhe të fusnim një pronar tjetër në pronën tonë. Siç e tha edhe ekzekutivi, siç u shprehen. Po me shumicë këtu miratuar. Të lutem ta mbaroj dhe siç u shprehen edhe drejtues të ekzekutivit, është shumë e qartë që çdo gjë miratohet hap pas hapi. Sot ka ardhur për ndryshimin e funksionit nga arsimin 9 vjeçar në arsimin para universitar, pra ka gjithë përfshirje, siç u shprehen edhe drejtues të ekzekutivit. Për sa e përket pikës 2, pika 2, nëse do t'i referohemi projektit dhe ju do jeni pak të kujdesshëm, është i njëjti projekt që është miratuar në muaj maj, pas një ndryshim. Nëse dikush nga këshilltarët, po dhe nga komisionet të cilët e kanë parë me rigorozitet dhe në mbledhjen e komisionit, projekti ishte i njëjtë. Atë që kemi kaluar, kemi miratuar, ai projekt që ka ardhur në muajin maj, ai projekt vjen sot me vetëm ndryshim që ne e plotësojmë pikën 1 të projekt vendimi. Pra, nuk e obligojmë firmën apo investitorin që aktualisht është Fondi i Zhvillimit, se Fondi i Zhvillimit po investon gjithë qytetin sot, se dikush nuk e di thot kush do ta marr. Fondi i Zhvillimit po investon të gjitha rrugët sot. Të gjitha investimet e mëdha në Bashkinë Saran, në diskutim. Të gjitha investimet i nderuar kryetar për procedurë, kur keni diskutime për të bërë, jepni kryetar lëkun e këshillit te nën kryetari. Atëherë jemi para faktit dhe do rregulloren zoti Bajrami. Sepse ke ngelu mbrapa, se s'vjen në mbledhjen e këshillit. Lexoj rregullore dhe më thuaj pikën e rregullores që e shpreh këtë. Atëherë, duhet jemi shumë të qartë, nuk miratojmë ne sot atë projekt. Ai do të miratojmë edhe pikën 2. Nëse juve si jeni dakord, jemi dakord këtu që të miratojmë të gjithë së bashku edhe pikën 2. Duam që të jemi të sqaruar. Jo të gjithë kemi qenë dakord në miratimin e këtij vendimi. Nëse dikush një pjesë e madhe e këshilltarëve që janë edhe sot këtu nuk donin të fusnin në pronën e Bashkisë Sarand, edhe një pronar tjetër, i cili përfitimet financiare që do t'i nxjerrë këtu, të cilat janë 50%, nuk i përcakton se ku i hedh. Po ta dinim se do t'i hidhte në Sarand. Ore, Fondi Shqiptar i Zhvillimit është i paqartë, ore zotni. Në të tëra letrat që hapim në internet, Fondi Shqiptar i Zhvillimit është i paqartë se ku e ka pronësinë dhe ku eksaktësisht mund të investojë lekë. Unë të kuptoj zoti Bajrami. Në të njëjtin mendim ka qenë edhe me shititorin që e shfrytëzon qytetin Sarandës edhe sot, që edhe juve e frekuentoni, të njëjtën gjë. Pika numër 2 i nderuar. Diskutohet për 1 hektar, 1.1 hektar. Dhe nuk e kemi të qartë edhe mbas gjithë këtyre diskutimeve në këtë moment se përse eksaktësisht do të përdoret. Po themi është projekti bashkangjitur. Jo, s'është projekti bashkangjitur, se projekti bashkangjitur i përcakton qartësisht është vetëm për pikën e parë. E kemi të bashkuar këtu. Dhe për sa i përket vendimeve tona janë të bazuara mbi letër. Atëherë çfarë ishte? Dhe letrat e dyta janë më të rëndësishme se letrat e parë. Se këto vendime që ne i marrim sot marrin prioritet mbi ato vendime që kemi marrë më parë. Do doja që të sqarohet, ashtu siç e kërkoi dhe zoti Imera, ashtu siç e kërkoi dhe zoti Koçiu, se çfarë eksaktësisht do të bëhet me pronën numër 2. Atëherë projekti 1.1 hektar, çfarë eksaktësisht do të ndërtohet atje? Të sqarohet. Nëse është me qëllim arsimor, po. Nëse është me qëllim tjetër, le të sqarohet. Ligji ishte shtrues. I ka të gjitha pikat. Të falenderoj zoti Bajrami, fjalën e ka zoti Gërduqi, po. Atëherë po, përshëndetje. E vërteta është që siç e theksoi edhe drejtori urbanistikës, të gjitha këto diskutime duhet ishin bërë kur u miratua plani në tërësi. Dhe këto normalisht janë si rrjedhoje miratimit të atij plani, sigurisht janë hapa juridik që duhet ndërmerren. Por unë e mora fjalën i bashkangjitem shqetësimeve të kolegëve se këto shqetësime janë ngritur dhe andaj pavarësisht se mori shumicën këtu në këshill ai projekt vendim, domethënë ai plan. Unë personalisht që atëherë jam shprehur kundër atij projekti për arsye se në pjesën më të madhe të tij ka menduar që është kundra interesave të qytetarëve. Kështu që duke dashur të pozicionohem dhe sot do jem kundër këtij projekt vendimi dhe çdo projekt vendim që ka lidhje me atë projekt. Faleminderit. Faleminderit zoti Gërduqi. Po zoti Meraj.
u vlerësoj gjitha pyetjet dhe përgjigjet, të cilat e sqaruan saktë arsyen e këtij projekt vendimi dhe pse këtë projekt vendim ne do ta votojmë sot. Gjithmonë kur ka revolucion për të arritur një qëllim më të mirë, një pjesë e popullsisë gjithmonë është gjithmonë skeptike dhe kjo nuk do të thotë që ata nuk do t'i gëzojnë këto investime të shtetit, edhe kur i kundërshtojnë. Kemi me dhjetra raste që kemi votuar ose ka votuar grupe të ndryshme këtu kundra, edhe për shkak të përfaqësimit politik dhe për shkaqe të tjera, edhe për shkaqe të mosbesimit, sepse edhe vetë shoqëria jonë në zhvillim, edhe vetë ne si rratë shqiptare e kemi atë momentin që duhet mendojmë atë të keqe. Nuk ka me nevojë nga asnjë antarët e Këshillit, besoj dhe asnjë nga antarët e ekzekutivit që janë me banim në Saran, as drejtoria e planifikimit territorit, as drejtuesi i Këshillit, as kryetari i bashkisë dhe asnjëri që t'i bëjë një pabesi qytetit Sarandës edhe ta marrë këtë pronën e t'i jap dikujt në interes të kundërt me intereset e qytetarëve. Por që brezi jon ta gëzoj, brezi këtyre fëmijëve ta gëzoj, brezi këtyre pensionistëve ta gëzoj një investim, duhet jemi të guximshëm ne që marrim vendime. Dhe nëse do i shikojmë me dyshim gjitha, absolutisht nuk do kemi zhvillim. Ju të nderuar që deklaruat do votojmë kundra. Ja po votojmë kundra të rrëzojmë gjitha projektet, sepse do t'i lëmë ashtu të pa zhvilluara. Po ju nuk e dini, e kam thënë edhe në mbledhjen e maj, që ka një angjësi të kthimit pronave, ka mekanizma të tjerë që atë pronë nesër mundet ta tjetërsoj të tjera organizma, të tjera, sepse shteti është i madh. Ka gjykata që mund paraqitet dikur gjykatë që ta të njihet pronar mbi atë pronë, edhe bashkia e humbet interesi publik, e humbasin të gjithë brezat që jemi ne sot. Ne duhet të vendosim rregullat forta si Këshill, jam dakord, si vëmë detyra investitorit që t'i themi nga dita që do zbardhet leja, deri për sa kohë do ta vendosësh në funksion këtë investim. Dhe ne kemi të drejtë që ta kontrollojmë hapa sapi që të bëhet një pol, sepse këtë na jep ligji, të bëhet një pol i zhvillimit, edhe arsimor, por edhe argëtuese e tjera, edhe qyteti Sarandës t'i ketë këto edhe turistik, sepse në fundit gjithë ne këtu të ardhur që kemi nga turizmi dhe nuk unë e them me krenari këtë vetë, edhe jam i bindur që gjithë ne këtu të ardhurat gjitha i kemi nga turizmi. Edhe do ta them që nuk duhet, unë ju kam shumë respekt për të gjithë përfaqësuesit që jeni, po unë duhet të them që unë nuk votoj kurrë kundër një interesi. Jam i stabilizuar, nuk kam asnjë interes fare, të gjitha i kam të rregulluara, po unë nuk marr si vendim nëse jam i përgjegjshëm se ajo pronë vërtet do jetë investim në të mirë të Sarandës, të fëmijëve të Sarandës dhe të qytetarëve të Sarandës. Nuk kështu është zhvilluar Vlora me shumë vështirësi, kështu është zhvilluar Tirana me shumë vështirësi, ne kemi qenë vetë që kemi ndjekur, ka pat skepticizëm, po niveli që ka Këshilli Bashkiak jon është i lartë dhe e kupton mirë aq më shumë që sot shteti është forcuar që ka organizma të forta, se një kallëzim penal mundet një nga ata të Këshillit të bëj për tjetërsim, siç e përmendet ky fjalën, ose mos realizim projektit ashtu siç e paraqisin aktorët, të lutem, nuk të drejtohem ty, unë i drejtohem mbledhjes së Këshillit. Dhe unë mendoj që nëse doni dhe një 5 minutë shko për ta ripart votën e grupeve tuaja ose ju personale, do kërkoni dhe do t'ju kërkoja që ta votoni, që tini dhe ju, sepse çdo gjë regjistrohet, edhe ju investitor në këtë zhvillim. Faleminderit zoti Meraj. Atëherë jemi për procedurë në votim të projektvendimit numër 7, edhim në votim projektvendimin numër 7. Propozime mos zotni. Keni propozime për katë se zoti po ju dëgjoj. Doja që të mirato, Pika numër 2 dhe pika numër 2 të vijë sqaruar se çfarë eksaktësisht me një plan urbanistik, se çfarë eksaktësisht do të ndërtohet, parqet, shkollat, ndërtesat
sociale, çfarë eksaktësisht do të ketë? Pika numër 2. Është 1.1 hektar. Ne po e miratojmë sot për çështje të tjera, sipas ligjeve. Është miratuar. Jo mor jo, ne po e miratojmë sot. Jo. Ore zot, ne lere se të kemi miratuar, hiqe pikën 2 atëherë. Faleminderit. Po hiqe pikën 2 se s'ka. Faleminderit propozimi. Ore çdo bëhet more zotni në 1.1 hektar të qytetarëve të Sarandës. Zoti Bajrami. Pse nuk e sqaron këtë çështje më zotni? 1.1 hektar të Sarandjotëve mo, ku do shkojnë? Çfarë do ndërtohet këtu? Të lutem. Pse nuk na sqarohet kjo çështje ne? Unë po propozoj dhe po të propozoj me shumë realizëm. Në kjo se e miratojmë, pa pikën 2. Jam shumë dakord që ta miratojmë. Faleminderit zoti Bajrami. Ka dikush propozime të tjera? Faleminderit. Atëherë edhim në votim për vendimin numër 7, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Projekt vendimi. Shmiradove, sa po ta pro ke këtu? Sa po ta pro kishem? S'ke as gjysmë këtu mo. Të lutem, zoti Bajrami. Atëherë sekretaria e Këshillit të shpreh votat pro. Pikës 7 të këtij projekt vendimi. Si janë 15, ja janë nxirë 15. Të lutem zoti Bajrami, të lutem. Me etik zoti Bajrami. Me etik. Atëherë këshilltarët që votuan pro projekt vendimit të çojnë dorë, këshilltarët që votuan pro projekt vendimit. Kundra? Abstenim? Miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika e 8 e rendit ditës. Konkretisht propozimi i bërë nga zoti Bajrami. E falenderoj edhe për ndërhyrjen te rendit ditës, për sa i përket kësaj pike që është sensitive. Dhe fjalën e ka zoti Bajrami. Kemi një komunitet të vogël, i cili është fluktuant kohët e fundit. Diku te 6 familje zakonisht që banojnë në ambientet e ish kinemas ose asaj ndërtese që u projektua për të qenë kinemaja e fshatit Çuk dhe asnjëherë nuk u realizua. Ajo ndërtesë ngeli e pa ndërtuar, pa e pa përfunduar. Në ambientet e saj u strehuan si në shumë ambientet të tjera në pronësi të shtetit një numër familjesh, familje rome kësaj radhe. Banojnë aty prej më shumë se 30 vitesh. Ajo ndërtesë ka qenë e pasigurt prej shumë kohësh, e dim këtë çështje. Unë vetë kam ngritur këtë pikë shumë vite përpara, edhe këtu. Nuk është marrë ndonjë mas. Tashmë ju ka shkuar atyre vendimi që të dalin për jashtë. Sepse ndërtesa është e pasigurt. Nuk kemi asnjë plan të qartë se ku do që të çojmë. Diskutohet që mundemi të çojmë në fushën e Palit. Në një vend me lagështir, ku realisht nuk banon njeri. 3 qeregore larg me këmbë nga çdo lloj zone tjetër e banuar. Të pyesi realisht një herë për sa jemi duke i thënë që të sulgjinosim. Për procedurë zoti Bajrami, meqense e ngritet shqetësimin të marrën përgjigjen e ekzekutivit dhe pastaj nëse do duhet të vendosim dhe ku do t'i çojmë. Nëse e kemi tagrin ligjor për të marrë një vendimarrje të menjëhershme. Po zoti Dine, problematika që ngriti këshilltari Bajrami ka qenë në vëmendjen tonë maksimale që me evidentimin e këtij problemi me porosit të veçantë të kryetarët të bashkisë është ngritur një grup pune i kontuar nga disa vendorë të institucionit, të cilët kemi gjatë gjithë kësaj jave kemi kërkuar vende ku mund të çoheshin këta banorë me qëllim të kishin kushtet optimale për jetesë. Është e vërtetë që ne kemi gjetur një magazin në fushat e Palit ku mund të strehohen, pavarësisht gjithë problematikave që mund të ketë kjo
kjo magazin, ne nuk do t'i rreshtim ato kërkimet tona me qëllim që gjatë gjithë kësaj periudhe që do jetë thua periudhë tranzitore, ka banorë të kenë kushtet më optimale të jetesës. Kështu që nuk është subitare vendimi për të strehuar ka banorët në magazin, por është një çështje që ne për shkak të emergjencës si kemi gjetur si zgjidhje tranzitore me qëllim që të kemi dhe ne mundësi që të gjejmë banesa të tjera që mund të strehojnë ka banorë. Sepse pikë pari me emergjencë është heqja e tyre nga ai mjedis si ndodhe, sepse atje problemi është me orë dhe ndoshta me ditë, mund mos ketë asnjë problem fare, kështu që me emergjencë është heqja e tyre atje dhe pastaj dhe sistemimi i tyre në kushte që mund jetë favorshme për ta. Është e vërtetë që mund jetë pak larg punës, por do të kenë gjithë përkajën e mundshme nga gjithë drejtoritë e Bashkisë Sarandë që të krijojnë kushtet e nevojshme si për jetesën, ashtu edhe për pjesën e aksesit që mund të kenë me qytetin dhe me punët e tyre. Me shumë respekt për atë që thatë, edhe unë e kuptoj punën tuaj. Edhe ju falemderoj për atë, për sa më përket mua si këshilltar në këtë këshill. Po realisht ne nuk kemi absolutisht asgjë praktike se si do ta zgjidhim hallin e këtyre njerëzve. Ju keni gjetur një magazin, të gjitha ato magazina përpara jo shumë larg kanë qenë u përmbytën. U shkoi në fushën e palit mbi 40 cm. Në momentin që u hap argjinatura. Ju e dini shumë mirë, jeni marrë me argjinaturën personalisht, me sa mbaj mend. Ju kam parë edhe atje, kur kam shkuar që të shikoj. Jo nuk dyshoj nderuar, jam duke folur për fakte këtu. Ky zotnia këtu ka qenë nga ata që kanë punuar për rregullimin e argjinaturës kur u ça argjinatura dhe fusha e palit ka qenë plot me ujë. Edhe shikyr që u ça atje poshtë ku u ça, se do na ishte mbytur andaj lart. Puset tona në Vrion u mbytën me dhe shkoi 80 cm mbi pus ujë në fushën e Vrionit. Kështu që jemi një realistë ku po i çojmë njerëzit. Tani jemi duke planifikuar të krijojmë një tjetër Vrion. Të lutem, sepse bashkia ka A duam të krijojmë një tjetër Vrion o zotni? Atëherë të lutem, mos dalëm nga këta njerëz e kanë treguar që kanë mundësinë të ndryshojnë, kanë mundësinë të jenë më mirë. Në qoftë se ne i çojmë 45 minuta me këmbë larg nga Saranda, pa asnjë automjet për të ardhur në Saranda, asnjë mundësi. Ata çfarë propozoni lidhje me këtë? Me përgjigjen këtë ambient që kemi. Le të marrë vendim Këshilli Bashkiak i Sarandës. Këtë ambientin e ish kinemas. Zoti Koqiu. Apo diskutojmë që do të prishet. Jam shumë dakord. Unë kam qenë nga ata që kam thënë. Unë kam qenë nga ata që kam thënë që i tillë është. Objekti i kësaj pike të rendit ditës ishte konkretisht shqetësimi lidhur me shkresën. I nderuar zoti kryetar, të lutem. Besoj se përgjigjja është teruse në lidhje me i nderuar, jam shumë dakord. Këtë ambient, këtë hapësirë, këtë tokë që këta njerëz e kanë banuar dhe kanë pasur të drejtën gjithkohën ta privatizonin. Nuk e kanë privatizuar vetëm se s'din të shkruajnë dhe të lexojnë. Këtë ambient jam përpjekur i dashur dhe gjysma e komunitetit jeton shumë mirë. Kanë filluar zën punë. Atëherë faleminderit zoti. Ka dhe intelektual që kanë shkuar në universitet. Zoti Bajrami. Puna është të ndihmojmë këta. 6 familje. Këtë vend që ata kanë të drejtën me ligj. Atëherë do të lutem ta privatizonin. A nuk mundemi ne të marrim një vendim? Atëherë unë e kuptoj. Të lutem. Të marrim një vendim t'ja u japim këtyre njerëzve që dhe ju përket sipas ligjit. Zoti Bajram, të falenderoj shumë dhe të kam falenderuar edhe për sa i përket diskutimit të kësaj pike në këtë rendite. Por ne nuk mund të ikim të ecim shkak pasoj. Del një problem tani dhe ta diskutojmë tani. Për sa i përket problematikës që juve diskutuat, e ka marrë zgjidhje nga ekzekutivi. Për sa i përket propozimit tuaj, ne si Këshill Bashkiak e marrëm në shqyrtim 2 komisione të përbëra, Komisioni Juridik, Komisioni Ekonomik, dhe burjum propozimi bërë nga ana juaj, të jeni dhe udhëheqësi i komisionit, të bëjmë një propozim për sa i përket kësaj ndërtese, se ne nuk mund të diskutojmë sot
një përgjigje, Po diskutojmë. një objekt e cila nuk kemi dhe informacionin e duhur. Në lidhje me këtë pikë të rendit ditës, propozojmë të jetë pikë në mbledhjen e ardhshme, të mblidhen komisionet, të hartojnë një projekt vendimi nëse nuk vjen ekzekutiv. Aman me këto komisione se kemi bërë një komision këtu që do shikonte për ndarjen e pronave të Sarandiotëve. Në një vit e gjysmë vetëm 38 prona kanë shkuar. Nuk e kuptoj. Janë ja 5.000 prona të Sarandiotëve që presin. Komisionet janë vetëm për të mbyllur muhabete, i nderuar. Dhe për të mos bërë asnjë gjë. Komisionet janë. A ka mundësi të marrim një vendim ne si Këshill Bashkiak o zotni? Po zoti Gërgani. Këtë tokë që ju përket atyre njerëzve. Në lidhje me propozimin. Çfarë vendimi duhet marrim? Ta ndërtojmë ne si Çfarë vendimi duhet marrim ne? Ndërtesa sociale. Këto familje. Po do të lutesh atë lexosh rregulloren dhe ligjin për pushtetin vendor. Çfarë vendimi të marrim ne sot të nderuar këta? Se duket sikur vetëm ju me doni dhe ne s'duam. Ta diskutojmë, të ulemi të marrëm dhe drejtues nga ekzekutivi, ta diskutojmë dhe jam plotësisht dakord me ju. Jam plotësisht dakord. Kryetar, ti përgjigjem. Po zoti Dine, po. Çdo gjë shiko. Po, të flas zoti Dine. Vetëm një sekond. Po zoti Dine. Tani unë të garantoj një gjë që siç e ke atë ndjeshmërinë tënde që ta njoh dhe di që si drejtuesi një fondacioni e marr vazhdimisht me këto lloj stresash, ju garantoj që gjithë stafi i Bashkisë së Anë ka pas ndjeshmërinë maksimale ndaj këtij rasti. Tani edhe ne kemi patëm atë vështirësinë tonë se ku do t'i steronim ta banorët. Me që është rasti këtu, në këtë mbledhje që është republike dhe qytetarët na dëgjojnë dhe biznesi na dëgjojnë, çdo sugjerim për këtë periudhë tranzitore, se është periudhë tranzitore, çdo sugjerim është i vlefshëm. Çdo ndihmë është më se e vlefshme. Nëse ju apo kushdo tjetër ka një mjedis që e ofron për 1 apo 2 familje, apo 3 apo 7 sa janë ato, atëherë është shumë i mirëpritur. Ne e kishim situatën emergjente dhe zgjidhjen emergjente, por unë e them që është e përkohshme. Pjesa pasaj se çfarë do bëhet me atë mjedis si kanë qenë ata, apo se çfarë do bëhet në vazhdim, i takon një fazë të dytë. Ne si fillim u shpëtojmë jetën atyre dhe në një fazë, në një moment të dytë do vendosim edhe në vazhdim. Po gjatë kësaj periudhe të garantoj që nuk i çuam atje dhe dorim të vazhdojmë punën në bashki pa patur syt nga ata. I çuam atje për të patur vazhdimisht syt nga ata me çdo lloj ndihme të nevojshme që do ketë nga qytetorit tonë. Po faleminderit zoti Dine. Po zoti Gërduqi. Tani, meqense të jemi tek pika e diskutimeve të tjera, desha të bëja një pyetje drejtorit, meqense kishte edhe fjalën. Mirë, problemin e atyre do ta zinë, jam shumë sigurt që keni gjithë për dispozicion, po për ne që jemi të saktë ngritëm ca çështje në lidhje me parkimet në qytet në mbledhjen e shkuar. Doja të pyesem. Po jemi te pika të tjera. Ore lere, jemi te pika të tjera. Është problema ku po janë gjithë. Zhvillim të ndonjë. Ore këta s'të lënë të flasin. Ore jemi te pika të tjera. Tani do të jam të bëjë. O kryetar, ka marrë fjalën. Bashkoj me shqetësimin e BIM, se është shqetësimi dhe i Joni, se ata janë njerëz, respekt për çdo komunitet rom egjiptian që aty janë, dhe jam i mendimit dhe shqetësimit të zotit BIM-it për ta kaluar mbledhjen tjetër, të diskutojmë, të gjejmë hapësira dhe të bëjmë një provendim nga Këshilli, me çfarë do lloj, edhe bizneset dhe ato jam dakord me atë Tajoli, që kush ka mundësi financiare, brenda mundësive të japi. Por unë kam dhe një shqetësim tjetër. Po vjen sezoni turistik. Ky komunitet ka qenë mjaft problematik vitin e kaluar. Ata akomodojshin në qendra, në lulishte, në hyrje tek Samilit, në dalje tek Samilit. S'janë të njëjtë. Po e komuniteti shoklla, po dhe është problematik për turizmin dhe Policia Bashkiake, Drejtoria e Shërbimeve, duke bërë punë e mira të bëjnë dhe këtë problemin që këta njerëz mos të lejohet të akomodohen në lulishte, në hyrje tek Samili, në dalje tek Samilit me ato çadrat me plasmasa me kështu, pa e ofenduar, por të kenë një vend ku të grumullohen, jo në qendra turistike se krijon atë imazhin e keq sa futesh në Samil. Nuk janë banor të Shukut, ata janë të ardhur nga Elbasani, nga Zëria, nga zona. Ata s'do t'i lejoni ju. Nuk bëhet fjalë për të njëjtën. Ju faleminderit. Unë insistoj pavarësisht se do t'i Bajrami tërheq vërejtje në lidhje me këtë pikë.
Nuk mund të diskutojmë ne konkretisht pa pasur. Kam një pyetje specifike për drejtorinë e urbanistikës, nëse mundemi. Po, patjetër që mundesh, po ta mbyllim këtë pikë. Për sa i përket propozimeve të bëra nga zoti Bajrami dhe zoti Ahmeti, në lidhje me këtë pikë të rendit ditës, e ftoj dhe zotin Bajrami të bëhet pjesë e komisioneve, të marrën persona që ngarkon ligji, që do japën gjithë anën teknike, lidhur me propozimet që do bëhen nga Këshilli Bashkiak, apo pse jo edhe nga ekzekutivi, për të ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Do doja që të pyesja. Po. Kjo hapësirë, zotit Dine apo urbanistika, kujt i përket? Kemi pyetur disa herë për inventarin e pronave të bashkisë, edhe nuk na ka ardhur ndonjëherë. Kjo hapësirë e këtij objekti, kujt i përket? Është e bashkisë Saran apo shtetit? Po, zoti Bajrami? Nuk e di të keni pyetur, sepse dokumenta është publike, SHQPZ është votuar, lista e inventarit të pronave publike të bashkisë Saran është e ditur, është informuar edhe me relacion të katës që kemi pasur përpara në nëntor ose në dhjetor në pasur relacionin për pasurit publike, të statusit aktual. S'ka qenë zoti Bajrami në atë. Nuk kam qenë në atë mbledhje. Thot kryetari, ai mban mungesat. Po. Ka zgjidhje për këtë? Ka bë komisioni tik? Po e bëm. Guarda, komisioni. Mbaroj kjo çështje. Komisioni juridike. E ka pazë. S'ka kapitalitet apo? U i mbledh Po. Ju lutem. Po faleminderit. Ju lutem. Faleminderit. Pra është e publikuar, është e mjaftueshme. Të gjithë i kanë Pronë e pushtetit. I nderuar zoti kryetar. A ekziston vullneti që këtë hapësirë ne si bashki t'ia japim ndërtimit të një objekti modest social për këto familje? Ne kemi filluar të proces me liberale, por do të vish më shpesh në verëshim. Jam shumë dakord ju që i mbani mungesat. Do bëjmë ndonjë gjë për këtë. Ne kemi filluar. Jemi në proces. Para se të vënë në magazin ata. Para se të syrgjynosim e kam llafit. Faleminderit zoti Bajrami. Atëherë pika e 9 është raport, ju lutem, se kjo është pikë për ne, raport mbi vepritarinë e Këshillit të Bashkisë Saran për vitin 2025. Besoj se materialin përkat se keni marrë të gjithë. Keni diçka për të pyetur apo për të shtuar? Megjithëse këtë pikë në fakt duhet ta bëjmë në prezencë të gjithë këshilltarëve, se do t'ju duket çudi si zotit Bajrami dhe do pyesim pasaj kur të mungojnë deri në limitet kohës, 5 muaj pa ardhur në mbledhjen e Këshillit. Ata i dëgjojnë mbledhje, nuk po dëgjojnë ai kështu i kod bën fushat tani. Atëherë, nëse s'ka ndonjë pyetje tjetër, kam një pyetje që ka lidhje me doja të pyesja drejtorin e urbanistikës se kemi lënë një projekt vendim për të rishikuar. Dolën këto çmimet e referencave, këto është shteti? Akoma? Okej, për atë ndryshime që kishim diskutuar. Faleminderit zoti Kërduqi. Dhe duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.